Ju mendoni që të gjithë mezi po presin që shqiptarët bëhen më të fortë? Mund ta mendoni. Por ju siguroj që jo në një, por në një sër vendesh ka forca të cilat nuk e mirëpresin këtë. Dhe kjo nuk ka lidhje me armiqësira të natyrës gjeopolitike vetëm. Ka lidhje edhe me këto. Kjo ka lidhje edhe me interesa tregtare të vendeve. Nëse ju mendoni që porti i ri është një port që ata të cilët i kanë të lidhura interesat me rrugët e trafiqeve mezi po e presin, ju mendoni gabim. Përkundrazi, nuk kanë asnjë arsye ta mirëpresin. Dhe ka dhe një fakt tjetër që e kam shpjeguar edhe më parë. Vetë korridori 8 sot është pjesë e rrjetit evropian të transportit. Jo se e themi ne, se ne mund të themi, dhe unë e them që edhe korridori Durrës-Prishtinë është pjesë e rrjetit evropian të transportit, por nuk është në hartën e rrjetit evropian të transportit që gjendet në zyrat e Komisionit Evropian në Bruksel. Që do të thotë që statusi i një korridori të rrjetit evropian të transportit është tjetër nga statusi i një korridori që mund të jetë mes të Europës, por nuk është në atë rrjet. Duke filluar që nga financimi. Korridoret që nuk janë në atë hartë nuk financohen. Mund t'i ndërtosh vetë, siç ne do të ndërtojmë vetë së bashku me qeverinë e Kosovës hekurudhën Durrës-Prishtinë. Dhe kemi folur me kryeministrin në Prishtinë herën e fundit për 2 mundësi financimi të cilat do t'i eksplorojmë së bashku. Por ama s'ka asnjë shans që ne të kemi akses në fondet europiane për aksin Durrës-Prishtinë, sepse nuk është. Tani, ky korridori 8, me të cilin disa bëjnë lodra fjalësh edhe nuk kuptojnë fare se për çfarë flasin, ndërkohë që disa të tjerë as nuk duan t'ia dinë fare sepse dinë se për çfarë bëhet fjalë, është futur në rrjetin evropian të transportit këtu në Tiranë në samitin e Bashkimit Evropian me Ballkanin Perëndimor. Mbasi unë dhe qeveria ime kemi luftuar jo pak vite për të hequr bllokimin që ishte bërë. Ishte i bllokuar. Tani pse vendet Bashkimit Evropian e kishin bllokuar korridorin e 8? Çfarë? Sipas logjikës ignorantëve që bërtasin rrugët e pazarit mediatik, këto janë muhabete rrugësh. Po jo, nuk janë muhabete rrugësh. Këto janë çështje zhvillimi ekonomik, këto janë çështje sigurie. Këto janë çështje kapacitetesh konkurruese në një hapësirë ekonomike dhe tregtare që është shumë e vështirë. Ne vim nga një varfëri ekstreme dhe duam të bëjmë pjesë e një shtëpie që praktikisht zotron një pasuri shumë të madhe.